sidomos në këtë moshë nga 6 deri në 11 vjeç, programet si Robloxi janë tej mase shumë problematik dhe këto probleme ne i hasim edhe në shkollë. Pra ajo që ndodh në të vërtet aty më pas atë Robloxi mundson fëmijëve që të kenë edhe opsionin e chatit dhe aty luajnë edhe në grup, ai që performon në keq në të shumtën e rasteve neve na ka ndodhur që ofendohet, që shahet e të tjera dhe ato ofendime fëmijët sapo vinë në shkollë e nisin menjëherë nga aty ku e kanë lënë ndërkohë që kanë qenë duke shkruar. Dhe 6 deri në adoleshencë ka pikërisht këtë vështirësi. Ndërkohë, pas adoleshencës patjetër që fillon edhe ti lë hapësirë dhe fillon edhe të pra nuk mund të jesh më aq strikt përse sepse ajo është mosha ku fëmia atë që pra është mosha ku ti fillon të tërheq pe dhe bëhesh pak më i moderuar në prindërim, duke filluar të japësh pak më shumë besim fëmijës. Për këtë arsye, patjetër që kontrolli aty është edhe pak më i moderuar dhe fokusohesh që fëmia të ketë një më tepër ta përdor atë për të shkruar, për të marrë lajme, për të informuar, sesa për të kaluar kohë gjatë scrolling. Kështu që këto 3 faza të ndryshme, patjetër që mund të flitet më gjatë me fjalë në lidhje me këto dhe pasojat që kanë, por këto janë ato pikat kyçe që prindi mund të ketë parasysh. Pra duke nis nga 0.5, pas moshës 2 ose 3 vjeçare dal fillon edhe lëshon pe. Sepse duhet kujdeset edhe për mirëqenien e vet. Në 6 deri në 11 patjetër që këtu fillojnë edhe ato sfidat më kryesore në lidhje me internetin dhe këtu ka nevojë për një kontroll, sepse dal nga dal ky fëmijë do futet në moshën, sidomos 11 vjeçar është ajo që ndikimi i nënës dhe i babait nuk është më, pra largohet dhe fillon dhe ndikimi i shoqërisë ai që prevalon.